Të nderuar besimtar, njeriu për nga natyra e tij është i prirur që të kalojë faza të ndryshme të gjendjes së tij shpirtërore, ndërkohë që ndonjëherë ai mund të jetë shumë afër Zotit, por ka gjendje të tilla që ai largohet qoftë nga jeta e përditshme, qoftë nga angazhimet, qoftë nga tundimet e kësaj bote. Një gjendje e tillë është përmendur edhe në shumë ajete kuranore dhe në hadithet e pejgamberit alayhis salam. Me të vërtetë, kur një zemër është e larguar nga Zoti, ajo ka mungesë qetësie dhe është një boshllëk shpirtëror. Andaj, gjatë muajit të Ramazanit, besimtari është i ftuar që ta rifreskojë dhe ta rigjallërojë zemrën e tij me ibadete. Por si mund të afrohemi me Allahun në këtë muaj të madhërisëm? Padyshim se robi afrohet me Zotin e tij duke kryer vepra të shumta me sinqeritet. Dhe janë të shumta ato vepra të cilat na mundësojnë që ne të jemi më afër Allahut. Mirë po, të afrohesh me Allahun nuk është vetëm përmes ritualeve, të cilat ndonjëherë shndrohen edhe në rutinë. Mirë po, të afrohemi me Allahun mund të bëhet përmes çdo veprimi të përditshëm. Namazi është ai i cili na sjell përballë krijuesit ton. Lutja është ajo e cila na lidh emocionalisht me Allahun, ndërsa meditimi dhe reflektimi janë ato të cilat neve na ndihmojnë që të kuptojmë më shumë mbi madhështinë e Allahut. Në një hadith kutsi, Allahu thot: "Me të vërtetë, robi im nuk mund të më afrohet mua me asgjë më të dashur, sesa me ato të cilat e kam obliguar, veprat e obliguara, ndërsa ai vazhdon të më afrohet mua me vepra vullnetare derisa ta dua atë." Namazi shtylla kryesore e fesë dhe një akt adhurimi i cili na ofron dhe na fuqizon neve më shumë në lidhjen shpirtërore që kemi me Zotin. Namazi për besimtarin nuk duhet kuptuar vetëm si një detyrim, mirë po si një privilegj, si një dhuratë që ne lidhemi drejt për drejt me krijuesin ton. Namazi është lidhje emocionale. Në një botë kaq të zhurmshme dhe të mbushur me shqetësime, sprova të ndryshme, është namazi ai i cili për një moment na largon nga shqetësimet dhe brengat e kësaj dynjaje. Përveç namazeve të obligueshme, në këtë muaj të rahmetit, ne kemi mundësi që edhe nëpërmjet adhurimeve shtesë të afrohemi tek Allahu i Madhërisëm. Këto adhurime shtesë janë si namazi i teravive, namazi i natës dhe namazet nafile. Zoti i Madhërisëm në Kur'an thotë dhe përmend që namazi është një lidhje shpirtërore me të, një forcim i lidhjes shpirtërore mes robit dhe Zotit. Dhe ku thot, namazi përveç që na largon neve nga gjërat e këqija, padyshim që është edhe një forcim i lidhjes me të. Allahu në Kur'an thot, namazi largon nga të shëmtuarat dhe të irrituarat. Gjë tjetër e cila na mundëson neve që të jemi më afër Allahut gjatë këtij muaji të rahmetit, padyshim është edhe lutja, e cila mund të bëhet kudo dhe kurdo. Pejgamberi alayhis salam na ka inkurajuar që të lutemi në çdo rrethon dhe ka thënë: Allahu është i turpshëm dhe bujar, dhe ai nuk ndodh që ndonjë rob t'i ngrej duart lart dhe atë dua ta kthej. Andaj, le të mundohemi që ta shfrytëzojmë çdo minutë duke bërë dua dhe duke i lutur Allahun për çdo gjendje që kemi nevojë, si për ndihmë, falje, mëshirë. Tek lutja nuk duhet harruar padyshim se lutjen tek Allahu fuqiplot duhet drejtuar me besim dhe përulësi, si dhe me një bindje të thellë që duaja e cila kemi bërë padyshim që do të jetë e pranuar tek Zoti. Të lutemi si për veten ashtu edhe për të tjerët. Meditimi dhe reflektimi janë akte adhurime të cilat robit ja mundësojnë që të mendojnë më shumë mbi krijimtarinë e Allahut, duke ofruar atë më shumë me Zotin fuqiplot. Në ajet kuranor, Allahu i Madhërisëm thot: "Në krijimin e qiejt dhe të tokës, në ndërrimin e natës dhe të ditës, padyshim ka shenja për ata të cilët mendojnë." Leximi i Kuranit në këtë muaj padyshim që na afron edhe më shumë afër Allahut. Le të mundohemi që të përkushtohemi me sinqeritet dhe me një devotshmëri të madhe Kuranit, libër ky i cili zbriti po në këtë muaj. Andaj, le të dalim fitimtar nga ky muaj. Le të jetë ky Ramazan më i veçantë se kurrë. Le të falemi me sinqeritet, të lutemi me zemër të hapur dhe të meditojmë dhe reflektojmë për të mirën tonë dhe shoqërisë në përgjithësi.